Një ngjarje e rëndë ndodhi më 12 tetor 2024 në fshatin Hoxha e Re në njësinë administrative Dërmenas në Fier, ku shtetasi Ilir Nukaj ushtroi dhunë fizike ndaj bashkëshortëve të moshuar NR dhe AR pronar të një dyqani. Një javë pas ngjarjes së 12 tetorit 2024 ka ndërruar jetë në spital Namik Rustemi, 80 vjeç, pasi nuk mundi të mbijetonte plagëve në kokë dhe trup. Bashkëshortja e tij mori lëndime për pa rrezik për jetën. Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet duke dërguar për gjykim autorin e dyshuar për veprën penale plagosje të rënd me dashje me pasojë vdekjen. Ushtroi dhunë ndaj të moshuarve duke i shkaktuar vdekjen njërit prej tyre. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier përfundoi hetimet dhe dërgon në gjyq shtetasin IN për veprën penale plagosje e rënd me dashje me pasojë vdekjen në dëm të viktimës NR dhe për veprën penale plagosje e lehtë me dashje në dëm të viktimës AR parashikuar nga nenet 88 fraksion 2 dhe 89 të kodit penal. Nga hetimet e kryera në kuadër të procedimit penal numër 1591 të vitit 2024, rezultoi se më datën 12/10/2024 në fshatin Hoxha e Re, njësia administrative Dërmenas, bashkia Fier, shtetasi IN për motive të dobta ka ushtruar dhunë fizike ndaj të moshuarve NR dhe AR, bashkëshort, ku si pasojë e dhunës së ushtruar ka gjetur vdekjen njëri prej tyre, shtetasi NR. Çështja penale dërgohet për gjykim në ngarkim të shtetasit IN, hetuar me mas sigurimi arrest në burg, njofton prokuroria e Fierit.